Policia rrugore Fier ka intensifikuar ndjeshëm kontrollet në të gjitha akset kryesore rrugore të qarkut, si dhe në pikat hyrëse dhe dalse në kuadër të masave për rritjen e sigurisë rrugore, parandalimin e aksidenteve dhe përmirësimin e menaxhimit të trafikut. Monitorimi është kryer me pajisje inteligjente dhe grupe të posaçme kontrolli në terren, si në rrugët urbane edhe ato interurbane. Gjatë një jave janë proceduar penalisht 26 shtetas, nga këta 8 persona janë arrestuar në flagrancë, pasi janë konstatuar duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur ose pa leje drejtimi, edhe 18 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë për drejtim automjeti pa leje drejtimi. Sipas të dhënave zyrtare, janë vendosur gjithsej 2220 masa administrative për shkelje të ndryshme të rregullave të qarkullimit rrugor. 1565 masa për tejkalim të shpejtësisë, 57 masa për mos përdorim të rripit të sigurimit, 23 masa për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 68 masa për parakalim të gabuar, 26 masa për drejtim automjetit në efektin e alkoolit dhe 479 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor, të cilat gjithashtu konsiderohen burim potencial aksidentesh. Policia rrugore ka vijuar edhe me sekuestrimin e mjeteve problematike. Në total janë bllokuar 21 motomjete që qarkullonin pa dokumentacion të rregullt dhe pa targa përkatëse. Autoritetet policore theksojnë se këto kontrolle do të vijojnë në mënyrë të pandërprer, me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë dhe uljen e numrit të aksidenteve, sidomos në periudha me fluks të shtuar qarkullimi. Në fund, policia rrugore u bën sërish thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve që të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, duke theksuar se respektimi i tyre është një kontribut i drejt për drejt në mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve, si dhe në garantimin e një qarkullimi më të sigurt dhe më të rregullt në të gjithë qarkun.